Muzeu është i hapur për vizitorët çdo ditë nga e hëna në të diel. Oraret përfshihen orari nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 3 të drekës. Dhe për sa i përket pagesave, lista e çmimeve është për vizitorët vendas dhe të huaj pagesa është 8.000 lekë për person, ndërsa për grupet 7.000 lekë dhe më pas për vizitorët të cilët kanë status të veçantë, siç është statusi pensionistëve ose studentët, kanë me çmim të reduktuar biletën. Ina, si kanë qenë vizitat në muze përgjatë kësaj periudhe gati 2 mujore tashmë që qëndroni hapur? Faktikisht kemi pasur një fluks të vizitorëve, si në gjithë monumentet e kulturës ashtu dhe në Muzeun Arkeologjik të qytetit të Durrësit. Muzeu është pritur shumë nga vizitorët dhe pa diskutim mund të them që interesi është goxha i lartë, sepse këtu vizitorët kanë mundësi të shikojnë të gjitha objektet dhe kuptojnë më mirë, akoma më mirë, pra është një prezantim shumë i mirë për qytetin e Durrësit për sa i përket pjesës së kulturës të arkeologjisë. Po tek tora veneciane, tek amfiteatri, të cilat kanë qenë sitet më të njohura arkeologjike dhe historike të qytetit, pikërisht dhe me pagesë të cilat ju mund të bëni pak a shumë dhe një përllogaritje të fluksit. Si ka qenë ai krahasuar me një vit më parë? Fluksi ka qenë më vizitor, ne kemi pasur më shumë vizitor këtë vit, si në amfiteatrin e qytetit të Durrësit ashtu dhe tek kulla veneciane, tek tora veneciane. Unë do të thoya që sezoni ka qenë shumë i mirë, pra kemi pasur një fluks vizitorësh, vazhdojnë të dominojnë turistët polak, më pas kemi dhe vizitorë të Europës, nga Italia, nga Gjermania, pra nga Amerika, dhe mund të them që segmentimi i vizitorëve te kulla veneciane është pra aty shkojnë dhe vizitojnë më shumë turist individual, amfiteatrin e vizitojnë më shumë grupe, duke qenë që është dhe monumenti më i madh, ndërsa Muzeun Arkeologjik mendoj se do të jetë një risi për qytetin dhe besoj se do të ketë akoma dhe më shumë vizitorë.